Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. إكرامي يا إلهي فاعف عني واهدني ولا تتركني يا إلهي أنت ربي Nga dodhia e Isras dhe Mirajit, përfitojmë mësimin e parë që udhëtimi prej Mekës në Kutsi Sherif, që është ta kolegu Adnan më herët, i Muhamedit a.s. ka qenë me trup dhe me shpirt, jo në andër, që është flasin armiqtë e fesë islame. Ka ndodhë dhe thëtë udhëtimi real fizikisht dhe shpirtrisht. El Miraj, ngritja nga Kutsi Sherifi lartë në qiell, po ashtu ka ndodhë fizikisht dhe shpirtrisht. Jo në andër që është flasin orientalistat dhe armiqtë e fesë islame, për me dobësua besimin e muslimanëve dhe me ul imazhin dhe rëndësinë e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Mësimi numër 2. Në ndodhinë e Isras dhe Mirajit shifet qartë rezistenca dhe kokëforcia e mushrikëve dhe paganëve të Mekës. Ai popull s'kan lënë gjatë zezën pa e bë dhe nuk kanë lënë gjatë të keqe pa e përdorur gjitha metodat e dhunës, gjitha metodat çka sot i denoncojmë të gjithë njerëzit, i kanë përdorur ndaj Muhamedit alayhis salatu wassalam. Etiketat nga më të këqijat, iftiret dhe rranat nga më të këqijat, ja kanë etiketuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu vërehet dhe thot një ashpërsi në zemër, këtu vërehet një kokëforci dhe thot e trashëgimeve dhe besimeve të qoroditura, që ata nuk kanë lëshuar, dhe thot, nuk kanë bërë kompromis në paganizëm. Kanë luftu deri maksimum që paganizmi të jetoj, shirku të jetoj. Mirë po Allahu nuk deshti që paganizmi apo politeizmi të vazhdoj, e pruni tauhidin, monoteizmin, besimin e Allah në ardhin e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Mësimi numër 3 shifet rasti dhe qëndrimi pozitiv i Ebu Bekrit, shokut më të ngushtë të Muhamedit alayhis salam, kur ata refuzuan lajmin e Isras dhe të Mirajit, Ebu Bekri do të plaku më i madh dhe shoku më i ngushtë i pejgamberit tonë, ju drejtua atyre paganëve mushrikëve, ju potalleni me këta, nëse ka folë këtë gjë, unë e besoj plotësisht ashtu si e ka folë këtë gjë, këtë lajm. Nuk është e pamundur për një pejgamber i cili është i dërguar nga Allahu, nuk është e pamundur kjo gjë me ndodhë do të me udhëtu fizikisht prej Mekës në Jerusalem apo në Kutsi Sherif, dhe nga Kutsi Sherif më ngrit lajm. Prandaj, o ju Arab, Ebu Bekri po ju drejtohet, nuk keni si çka me kundërshtua, unë po besoj. E ju vazhdoni në atë dalalin e juj, në atë kokëforcin tuaj. Këtu shifet imani dhe besimi e Ebu Bekrit, shokut më të ngushtë. Mësimi numër 4. Gjithmonë po ta lexojmë historinë islame dhe ndodhit e historisë islame apo historisë së përgjithshme, gjithmonë duhet ta kemi një metodologji të re, bashkohore, që ta lexojmë atë histori me qëllim të përfitojmë mësime dhe porosina, nëse kanë qenë të suksesshëm edhe na të veprojmë si ata. Do thotë ku ta lexojmë historinë dhe ku ta shfletojmë historinë islame apo shqiptare apo të përgjithshme, duhet ta lexojmë me këtë metodologji, dhe thotë dinamike bashkohore. Ta fusim jetën tonë mësimet apo t'i fusim jetën tonë mësimet e historisë islame që kemi lexuar. Jo vetëm ta lexojmë dhe t'i harrojmë gjitha ato ndodhi që kanë ndodhur. Mësimi numër 6 shifet nga ndodhia e Isras dhe Mirajit durimi, qëndrueshmëria e pejgamberit alayhis salatu wassalam për islam dhe për din. Nuk është lehtë dikush ty sot me të etiketuar me etiketat e ndryshme nga më të këqijat, e ty mos më dorëzohen në misionin tënd. Me njëherë je gjendje ndoshta muhakmar për personalitetin tënd, për reputacionin tënd, për identitetin tënd, pse ai më po etiketon me etiketat e ndryshme. Po pejgamberi alayhis salatu wassalam kur nuk është hakmar për shpirtin e tij dhe për veten e tij si person. I ka falë,
ka toleruar. Mësimi nr. 7. Kjo rrugë e fesë, ky din o vllazër, nuk është din e shtruar rruga e këtij dinit apo rruga e kësaj feje, nuk është e shtruar me drandafilla dhe me tepija të kuqe, si tepijat e kryetarëve, që gjithmonë ka më kënë çdo gjë mirë. Ndodh që vjesh në xhami, çet di çike aty në xhami ti vjedhin kpucat. E ti mos u jellë, që ti kanë vjedhur ty kpucat. Shkova në xhami edhe për i natë mi vjedhën më kpucat, në kur s'ka më shku. Ashtu nuk bën. Allah s'provon. Do të thotë feja, nëse e pranon fejen, na nuk të garantojmë tyje, do të thotë që do të bëhesh ti milioner, që ti kur s'ki musmuhe, që ti kur s'ki me pas telashe dhe probleme, këta garancat nuk ekzistojnë të musliman. Qul la aqulu lakum indi khazainu Allah wala a'lamu al-ghayb. Dhe më thonë pejgamberi alayhis salam, Allah i ka thënë thuju shokëve, nëse ndjekin ata tyje, mos kujtojnë që ata do të bëhen milionerë nëse vinë në rrugën e Islamit. As nuk e di të ardhmen çka do ndodhë. Nuk më të garantuar për shpirtin dhe se bëhen kit des që tashtë. Prandaj Islam kemi u nështru vetëm për Allahun, krijuesin e përgjithshëm. E ke besu një, prandaj na jemi vetëm udhëzues, si ata vozicat, djathtas, majtas, drejt, që ka që detyra imamit. Na do të thotë, nuk përgjigjeni për veprat juaja, as ju nuk përgjigjeni për veprat tona. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Askush nuk është përgjegjës për veprat e njëri tjetrit. Kjo është filozofia e fesë. Mësimi nr. 8, familja gjithmonë duhet ta përkrah një njeri nëse e ka në rrugë të Zotit. Kur i vdiq gruaja